Lavdi Zotit, me mbrëma të gjithëve, Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Edhe si çdo të martë, ne mblidhemi për të lutur, për të dëgjuar nga Zoti, për të lavdëruar emrin e Zotit. Edhe para disa javësh, ne jemi lutur për një grua të re, ajo kishte paralizë faciale, edhe na ndiqte live. Në momentin që ne jemi lutur, ajo thotë që shkoi çdo gjë në rregull, edhe u shërua. Edhe le t'i japim lavdin, edhe nderin Zotit. Edhe sot unë dua të flas për temën thirrri mbretit. Jezu Krishti është Zot, por është dhe mbret. Edhe si mbret, ai është sofran, edhe ai sundon. Edhe për shkak se ai sundon, ai mund të bëjë gjëra për ne. Mikea kapitulli 4 vargu 9, fjala e Zotit thotë, pse po bërtet kaq fort? A nuk ka asnjë mbret brenda teje? Pra, ne kemi dëgjuar që në betejat fizike mbreti qëndron në krye të ushtrisë, por mbreti ynë Jezus është kaq madhështor sa që ai ulet në fron në qiell, po gjithashtu banon brenda teje. Shpeshherë ne folëm të tjerën kur dolemi përpara maleve, përpara sëmundjeve, përpara vështirësive, ne në vend që të drejtojmë syt nga Zoti, drejtojmë prapë syt nga malet e tjerë, edhe presim nga donavi ndihma. Por Davidi tha, ndihma më vjen nga Zoti. Prandaj sot ne duhet të mësojmë të thërasim mbretin ton. Zbulesa kapitulli 1 vargu 6, fjala e Zotit thotë, ai na bëri mbretër dhe priftërin për Perëndin dhe atin e tij. Kapitulli 5 vargu 10 thotë, dhe i ke bërë ata mbretër dhe priftërin për mbretërinë tonë. Edhe Zoti na ka dhënë autoritet që nëse ne thrasim emrin e tij, ai do të veprojë. Dhe kur ne lutemi në emrin e Jezus, mrekullit ndodhin, situatat ndryshojnë, rrethanat lëvizin dhe Zoti fillon dhe lëviz gjërat në jetën tonë. Prandaj sot nëse ti ke ardhur me një problem, nëse ti ke ardhur me një mal, nëse ke ardhur me një Goliat që ka dalë përpara, Zoti mund t'i ndryshojë nëse ti ngrihesh dhe i thret Zotit. Ti duhet ti dhe unë bashkë jemi këtu t'i therasim Zotit. Ndërsa dishepujt ishin një natë në varg, edhe deti u trazua, era u ngrit, dalgët u ngritën kundër tyre, dhe ata menduan se po mbyteshin, e ata thëritën, Zot, na ndihmo. Dhe Jezusi u ngrit qet, fjala e Zotit thotë që ai shtrih dorën dhe i foli stuhis, i foli erës. Edhe ne duhet të mësojmë që të thërasim Jezusin. Në çdo lloj situate që ti ndodhesh, nëse ti mendon se je duke u mbytur në detin e kësaj bote, çau dhe thërite Jezusin. Pse? Se Jezusi panon brenda teje. Ashtu si thot Mikea, a nuk ka asnjë mbret brenda teje? A të ka lënë Zoti ty pa shpëtim? A të ka lënë Zoti ty pa zgjidhje? Fjala e Zotit thotë që Jezusi është rruga e vërteta dhe jeta. Ai është rrugëzilja për shërim, për bekim, për çlirim. Por ne duhet të kemi kujdes sepse shpesh besimtarët kur përjetojnë shtuhi, harrojnë të thërasin mbretin e tyre. Harrojnë të thërasin Jezusin. Harrojnë të thërasin Krijuesin dhe Zotin. Dhe kështu armiku ynë është djalli, ai është akuzuesi i vëllezërve tuaj, thot Bibla. Edhe ai do të donte që ne të ndiheshim keq, ai do të donte që ne të ndiheshim të mangët, ai do të donte që ne të ndihemi të dobët, dhe ai do të donte që ne të ndihemi skllav. Shpeshherë besimtarët ndihen skllav të fatit të keq, mirë po kjo vjen nga djalli. Ti je i lirë, ti nuk je skllav. Ti nuk je i pavlefshëm, ti je i vlefshëm. Shpeshherë djalli vjen me gënjeshtra e thotë që askush nuk të do. Po nëse ti i lejon këto mendime të dobta, nëse ti flet keq dhe dobët në mënyrë të pavlefshme për veten tënde, nëse ti thua jam i vetmuar, jam i thyer,
jam rëmuj, nuk më ecën. Kjo është nga djalli. Kjo nuk vjen nga Zoti. Prandaj sot bëj këtë pyetje vetes. A banon një mbret brenda meje? Në qoftë se ti ke pranuar Jezusin si Zot dhe shpëtimtar në jetën tënde, kjo do të thotë që mbreti banon në ty. Bibla thotë se ti nuk je shpëtuar nga vetja jote. Ti nuk je shpëtuar se ti je i denj, se ti je i mirë, po ti je shpëtuar për shkak të gjakut të Jezusit. Prandaj mos fol atë që ti ishe përpara se sa të bëhesh besimtar. Ti ishe mëkatar, por tani je shpëtuar me anë të hirit të Perëndis. Ti ishe sklav, por tani je i lirë dhe je bir i Perëndis. Ti ishe i padenj, por tani je i denj. Ti mund të thuash unë jam mbuluar nga gjaku i Jezusit dhe unë jam i falur, jam i shpenguar, unë jam krijesë e re në Krishtin Jezus dhe unë jam i shëruar. Le të kemi këtë gjë, sepse atë që Perëndia bëri në Krishtin e bëri për ty dhe për mua. Ati kryqëzoi birin e vet në kryq për ty dhe për mua. Që unë dhe ti të mos shkonim atje. Në kryq Jezusi mori sëmundjet tona, mori legatat tona, mori vuajtjet tona. Prandaj ne kemi këtë çelës që është lutja. Lutja është çelësi ynë. Bashkëbisedimi, lutja është bashkëbisedim me Perëndin. Ti beson në fjalën e Zotit, ti beson në Jezu Krishtin, edhe në anë të besimit ti flet. Dhe fjala e Zotit thotë që ai na ka bërë mbretër, që ne duhet të mbretërojmë. Ti mund të mbretërosh mbi sëmundjet tënde, mbi situatën tënde, mbi ndjenjat e tua, mbi rrethanat e tua. Si mund ta bësh këtë? Duke besuar dhe duke shpallur në emrin e Jezusit. Le të çohemi të adhurojmë Zotin sot. E le të shpallim që ka një mbret brenda meje. Zot, unë falenderoj që ka një mbret brenda meje, ka një mbret në kishën tënde, Zot. Jezus, ti je mbreti, Zot. Dhe ti banon, o Zot. Faleminderit, Zot, që ti banon në popullin tënd, o Zot. Faleminderit, Zot, që ti banon me drejtësi, me barazi, me udhësti, me dashuri, Zot. Prandaj ne duam të krejmë ty lartë, Zot, ne duam të shpallim ty, Zotin tonë. Shpallë që Jezusi është mbreti yt. Shpallë që Jezusi është Zoti yt. Shpallë, tu je Zot Jezus, ti je mbreti yt, ti je Zoti im, ne jemi të shenjtë. Halleluja, Zot. Ne të adhurojmë Zotin, ne të krasim Zotin.
Le t'i ngremduar, le t'i themi Zotit faleminderit për dashurinë. Lutem Zot që ti do derdhësh dashurinë ndër Vinezot, edhe lutem që ne do ta ndjejmë. Na jep një zbulesë të dashurisë. Edhe ne duam të ndjejmë dashurinë e shenjtës, dashurinë e pastër, Zot. Dashurinë që vjen nga qielli, Zot. Dashuri hyjnore, Zot. Dhe unë lutem që në kishën tonë, Zot, ne do të kemi dashuri për njëri tjetrin, Zot, që ne do ta vlerësojmë njëri tjetrin, Zot, që ne do ta mbështesim njëri tjetrin, Zot. Për të lutem në emrin të të shenjtë, Zot, që të mbretërojë, Zot, dashuria jote, Zot, të mbretërojë prezenca e frymës shenjtë. Zot, ne duam që kjo kishë të njihet, Zot, që këtu ka një mbret. Faleminderit që ti je mbreti ynë, Zot. Faleminderit që ti je sovran. Thiri mbretit tënd. Thiri Jezusit, Zot. Çfarë do të problemi që ti ke? Thiri Jezusit. Fjala e Zotit thotë që Jezusi qortoi erën. Dhe diku në Bibël ai thotë që princi i erës është djalli. Dhe Jezusi nuk u përball thjesht me dallën, ma ju përball me princin e demonëve. Dhe ai ta hesht rriull. Nëse djalli ka ardhur dhe ka trazuar emocionet, ka trazuar jetën tënde, qofsu dhe thuaj hesht në emër të Jezusit. Pusho, nuk e autoritet të veprosh. Deti jetës tënde të qetësohet tani. Thuaj deti jetës time qetësohet tani në emrin e Jezusit. Haleluja. Faleminderit Jezus. Ti
fjala e shenjtë të transformojnë mendjen tonë. Ne në mendje mund kemi mendime të pista, mund kemi mendime të çoroditura, por Zoti i merr dhe i transformon ato. Pietri kur doli nga barka, ai mund të kishte ngecur, po Jezusi e kapi dhe i ngriti lart. Ai ishte një peshkatar, po ne nuk do ta kishim dëgjuar dot kur emrin e Pietrit, dhe qofse Jezusi nuk do t'i kishte thënë atij, ti je shkëmbi. Emri ti ishte Simon, por Zoti i ktheu dhe tha, ti je shkëmbi. Prandaj shumë e rëndësishme që ne ta besojmë, që ne ta marrim fjalën e Zotit. Dhe kjo fjalë ndryshoi Pietrin. Ti je shkëmbi i Zotit, ti je kuri i Zotit. Ti je një udhëheqës, ti ke madhështi brenda teje. Mbreti jeton brenda teje. Dhe kur ne këndojmë, kur ne adhurojmë, qielli hapet. Ne të bashkohemi bashkë në adhurimin e qiellor. Ne të bashkohemi bashkë në krijesën. Qielli është i hapur. Qielli hapur dhe angjëjt e Perëndis gjisdeshin dhe zbriteshin. Qielli është i hapur. Jezusi ka ardhur tash. Mbreti ka ardhur dhe qielli është i hapur dhe angjëjt e Zotit, Bibla thotë që ata janë frymra shërbëjnëse. E ne do lutemi që angjëjt e Zotit të çlirohen. Lutu bashkë me mua Zot, çlirohen angjëjt e tu Zot. Folë Zot me ëndra, me bekime, Zot me kishën tonë, Zot. Edhe le të ketë Zot përjetime qellore në emrin të Jezusit. Ne lutemi për Alidemin, Zot. Ne lutemi Zot që njerëzit do të shohin Jezusin në ëndra, Zot. E ne lutemi Zot që më shumë të shpëtuar do vinë, Zot. Zot, ne të falenderoj për takimin e burrave dhe lutemi që më shumë burra do vinë dhe do të kërkojnë ty, Zot. Unë të falenderoj për burrat që vinë, Zot, që përulin zemrat e tyre para teje, por unë lutem Zot që të ketë më shumë në emrin të Jezusit. Përdori burrat edhe çunat e kësaj kishe, Zot,
për lavdin të në Zot, që të shkëlqejnë lavdin e atit. Nëse ti e burr apo çun thuaj unë jam krijuar që të shkëlqej lavdin e atit. Le të lutem për takimin e grave, Zot, dhe të falenderojmë për motrat tona, Zot, për gratë dhe vajzat që kemi në kishë, Zot. Dhe unë lutem në emrin të në shenjë, Zot, që ti do t'i bësh ato mesazherët të tua, Zot. Ngri lutësa, Zot, në emër të Jezusit, Zot. Motrat të forta në lutje dhe në ndërmjetësim, Zot, në adhurim, Zot. Kudo, Zot, që të shërbejnë ty, Zot. Nëse ti e një grua apo vajzë thuaj bashkë me mua tani, unë jam një enë për të qenë nderi plot me lavdin e Zotit. Dhe jam e mbushur plot. Unë kam një mbret që banon brenda meje. Dhe unë jam fitimtare në emrin e Jezusit. Aleluja, Zot, faleminderit. Ne lutemi për takimin e fëmijëve, Zot, ne lutemi për fëmijët e kishës. Sill më shumë, Zot, nga linemi që të shpëtohen. Më shumë, më shumë. Përdorë, Zot. Ngri, Zot, fëmijë që të shërbejnë ty, Zot, në emrin e Jezusit. Ne të adhurojmë, Zot, ne të adhurojmë ty, Zot. Aleluja, Zot.
Le të lutemi kundër çdo lloj paralize. Nëse Zoti shëroi një paralizë faciale, Zoti mund të shërojë çdo gjë tjetër. Çdo sëmundje, çdo dhimbje që ti mund të kesh. Thiri change. Jezus, veprozot në emër të Jezusit. Veprozot me ata që në ndjekin online në emër të Jezusit. Veprozot me Veprozot me nekëtozot. Veprozit trupat tasë në emër të Jezusit. Ne lidhim çdo pranë fizike, çdo sëmundje në emër të Jezusit. E ne shpallim shërim në emër të Jezusit. Do me lutemi për kishën në Nigeri. Brojë dhe mund tratanë atjetër. Ku të krishterët persekutohen, do me lutemi Zot që ëngjëjt e tu do të shkojnë atjetër. Ne qortojmë shpirtin e terrorizmit të largohet nga Shqipëria dhe të heqet duhet në emrin e Jezusit. Duke autoritet ne shpallën gjakun e Krishtit. Dhe rrethojmë Shqipërinë, kufijt tanë me gjakun e Jezusit. Çdo demon terrori ti jashtë në emër të Jezusit. Le të lutemi, le të shpallim. Haleluja Zot. Jezus. Haleluja Zot. Le të adorojmë Zotin, le të kërkojmë prezencën e Zotit më shumë. Le të thrasim mbretërin tonë.
shërim tani. Dhimbje, infekcion, sëmundje, diabet, tension, në emrin e Jezusit. Largo. Fryme shenjë. Dhe protani. Në të ras gjakun e Krishtit që të veprojë në trupin tim. Në emrin e Jezusit. Forca të reja në emrin e Krishtit. Halleluja. Fryme shenjë të visë. Të visë fryme shenjë. Në emrin e Jezusit. Halleluja. Faleminderit Zot që jetët tona nuk janë njësoj Zot për shkak se ti flet Zot, për shkak se prezenca jote është aty, për shkak se lavdia jote manifestohet Zot. Dhe ne të shpenguarit e tu Zot kemi çfarë flasim Zot. Goja jote